E përmbi shenjë të hylindës së shpëtona, i mbytur prej ngasjeve si në det, më ty po përiki dhe prej teje kërkoj shpëtim, o nëna dhe zonjë virgjëreshë, prej çdo rreziku dhe zije shpëto më ti. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsëkaliviti. Sëmundjet. Sistemi nervor simpatik sjell takikardia. Sistemi parasimpatik sjell bradikardia. Kështu i ka rregulluar Zoti që të ekzistojë ekuilibër. Burimi i sëmundjes është atje, në shpirt, nga ku varen këto dy sisteme. Ti nuk duhet të jesh gjak nxehtë. Terapia është butësia. Kështu të them unë. Shumë mjek as nuk besojnë se ekziston shpirti. Sistemi endokrin është shumë i rëndësishëm. Unë mund të ta tregoj se si funksionon shpirti përmes sistemit endokrin. Egoizmi, mëkati dhe trazirat sillin herë ngritjen dhe herë uljen e funksionimit normal me pasojë sëmundjen. Kur njeriu dorëzohet me besim te Zoti, ai aqetëson organizmin e brendshëm dhe si rezultat kemi funksionimin normal të organeve, të gjendrave dhe si rrjedhim kemi shëndet të çliruar nga shqetësimet. Të gjitha sëmundjet vijnë nga mërzitjet, madje edhe gurët në veshka. Larg nga xhelozia, e bren njeriun. Jeronti i thoshte një motre, gratë që janë xheloze për burrat, shpesh preken nga kanceri. Kjo ndodh edhe me priftëreshat. Madje edhe një murgesh, nga smira ndaj një tjetre, e imagjinonte sikur ajo mëkatonte me atin shpirtëror dhe e thoshte si të vërtet. Të gjitha ndodhin te njeriu smërzi. Të sigurt o virgjëreshë për jetën. Kur je i sëmur, lutju Perëndis të t'i falë mëkatet në një mënyrë të thjeshtë dhe të butë. Dhe Perëndia, me që ti do t'i lutesh me dhimbje dhe përullësi, do t'i falë mëkatet e tua dhe do të shërojë edhe fizikisht. Durimi, pendimi dhe lavdërimi i Perëndis nëpërmjet sëmundjeve fizike e pastrojnë njeriu si floriri në zjarr. Sëmuremi kur lidhemi me persona dhe me gjëra. Nuk është gjë e mirë egzagjerimi. Zoti i plot fuqishëm le të jetë qendra e jetës sonë. Kur sëmuremi, që të mos gabojmë, duhet të ndjekim edhe udhëzimet e mjekësisë edhe ato të logjikës, por mbi të gjitha, të ndjekim dëshirën e Perëndis dhe të besojmë në dashurinë e Tij. Gëzimi i Krishtit do të shërojë. Duhet të bëjmë një rrëfim të përgjithshëm që të shërohen plagët mistike të shpirtit tonë. Gjithçka që kujtojmë nga fëmijëria jonë. Në mes të dhimbjes dhe vështirësisë, kur të bashkohesh me Krishtin nëpërmjet lutjes, merr prej tij një forcë më të madhe se dhimbja dhe çlirohesh. Filloni jetën tuaj të re, jo 2 por 3. Vendosni Krishtin në jetën tuaj dhe le të jetë kisha streha juaj. Besimi ynë ndryshon njeriu dhe e shëron. Kujdes, sidomos nga egoizmi, ai e rrëson mendjen dhe e ngatëron. Ta doni Krishtin, do t'ju dojë edhe ai. Të gjitha dhimbjet do të kalojnë, do të mposhten, do të transformohen. Të vendosim prizën e zemrës sonë në dashurinë e Tij, që të bashkohemi me të. Hani qep, sallat jeshile dhe karrota. Ato kanë veti shumë të dobishme, vitamin E, vitamin A dhe mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje, madje edhe nga kanceri. Të mos mungojnë nga kuzhina juaj. Nuk është sasia e të mirave që e bën njeriu të pasur apo të varfër, por fakti se ku ngjitet zemra. Ku ngohu, nëse nuk ke hidhërim me asnjë njeri, përderisa nuk kuptohet, nuk ke asnjë pengesë tjetër. Mos i gjykoni njerëzit nga pamja jashtme. Kjo vajzë që shihni ka një shpirt të mrekullueshëm. Ka dinamizëm në shpirt. Kjo që bën, pra, që vesh rroba provokuese, është për shkak të forcës së shpirtit të saj. Imagjinoni çfarë do të ndodh nëse kjo vajzë njeh Krishtin, nëse mëson ato që dini ju. Atëherë me siguri do të arrish shumë lart. Nuk duhet u besoni ëndrave, sepse i ligu shpesh ju vë në kurth përmes tyre dhe torturoheni pa arsye. Jerond, tani kohët e fundit zemërohem lehtë.
Zemërimi është një gjë e mirë. Ne ka vendosur Zoti brenda vetes sonë. Është nervi i shpirtit ton, është forcë. Ai na e dha për t'u zemëruar ndaj djallit dhe pasioneve dhe për t'i zbrapsur ato. Kështu ne marrim këtë fuqi nga djalli dhe ja japim Krishtit, i përkushtojmë Krishtit me fuqi dhe nerv. Kujdes nga indinjata dhe inati. Sekreti është ta kapni para se të shpërthej. Lutuni për tjetrin. Perëndia im, më fal dhe më jep ndritshim njeriu tënd, këtij shpirti të pushtuar nga djalli. Pastërtia dhe padia shpirtërore nuk kombinohen. Ai që është i paditur ka mjegull, errësirë. Për të shmangur padien, duhet t'i afrohesh Perëndisë. Hiri hynor na ndihmon të kemi dallueshmëri. Nuk mund të jesh i pastër nëse ke padie, sepse do të vuash prej saj. Jeta ka rrugë të vështira, ndaj mëso edhe të kundërtat. E sheh, nëse je i pastër dhe i paditur, duhet të jetosh vetëm mes engjëjve. Muzika e mirë i bën shumë mirë shpirtit të njeriut, sidomos muzika që nuk ka fjalë. Më e larta se të gjitha është muzika bizantine sepse nuk e trazon shpirtin, por e bashkon me Perëndin dhe e qetëson plotësisht. Realisht, shenjtori që psal ka edhe diçka tjetër, nuk ka vetëm zërin. Krahas zërit që lëshohet me valët zanore, lëshohet një far hiri dhe me valët mistikisht që prekin shpirtrat e njerëzve dhe i mallëngjejnë thellë. Dilni në natyrë, shijojeni atë, gëzoni me fëmijët tuaj, këto ikona të Perëndisë që u besoi ai, shijoni dashurinë mes tyre, të mos ju mungoj gëzimi. Errësira dhe drita nuk përshtaten. Kur nuk mund të kemi dritë dhe errësirë në të njëjtën kohë. Kur ndizni dritën, errësira largohet. Kërkoni urtësinë e Perëndisë. Apostull Pavli na thot: Krishti është urtësia dhe fuqia e Perëndisë. Është një thesar i pashtershëm. Mos i tregoj askujt sekretet e tua dhe mos thuaj se do të bëj këtë gjë apo atë gjë. Sa atëherë i ligu do të dëgjoj dhe do të verë të gjithë fuqinë e tij e do t'i prish planet, më tha shenjtori një pasdite në qelinë e tij. Metanit ndihmojnë shumë, i bëjnë dobi shpirtit, por edhe trupit. Është një sakrificë me dëshirë. Paqe dhe qetësi. Kur ishim pranë Jerontit, rrëfen një çift, përhapej një paqe dhe gëzim përreth nesh dhe na zbuste shpirtin. Asnjë ashpërsiç njerëzore, vetëm dashuri dhe falje vëllazërore. Gjë e madhe ati shpirtëror, na thoshte shpesh. Prandaj në ortodoksi nuk ka dëshpërim, nuk ka situatë pa rrugdalje. Mësoni të merrni me qetësi sulmet. Bëuni gati për këtë. Le të bëhet mistikisht betejë brenda jush. Le të fitojë gjithmonë paqja. Mos ia ofroni të tjerëve veten tuaj të tronditur. Këtë thot edhe Shën Serafimi i Sarofit. Gjej paqe brenda vetes dhe mira shpirtra do të pushojnë pranë teje. Lexoni psaltirin, këshillon ti Jeronti, se ai e ëmbëlson shpirtin. Vështrimi i Jerontit të shenjtë, teksa vështronte bashkëbisetuesin e tij, dukej sikur depërtonte në thellësinë e qenies së tij, sikur arrinte deri në të thellat e qenies së tij, dhe asgjë nuk mund të mbetej e fshehtë. Në atë moment bashkëbisetuesi i tij përjetonte një ndjenjë euforie, një ndjenjë të një paqeje të brendshme dhe gëzimit të pamas që e pasonte për orë të tëra më pas. Shpirti i tij tashmë mbetej i hapur. Këshilla për jetën shpirtërore në familje, nga Shumë Porfir Kafsokaleviti. E përmishojnë të hylindës së shpëtona, pësimet më mbushën me turbullim, dhe shpirtin më mbytën me mërzitje dhe dëshpërim. Po ti që të soma o zonja, me ngushëllimin dhe paqen e birit tënd,
lavdiatit të birit dhe shpirtit shojnë, të lutem o zonjë Shën Mari, që linde Isuin t'i shpëtojmë nga çdo rrezik, më ty po përiki dhe të lutem, me tërë forcën e zemrës dhe shpirtit tim, tani e për erë e në jetë të jetëve, amin.